Ta bom zoti se bap, ta kjo zoti edhe... Edhe nuk dua që të shikoj më lot fare në sytë e tu. Shkoj nuk më mesin. Shpresoj që ti jesh kënaqur pak, të pak të përkaq shpesa. Kënosh bashkë më gjeshë. Më gjallë bajtë e modë që kom dekun. Ky i moshuar që jeton në kushtet shnjërzore quhet Ali Kolina, 80 vjeçari prej thuajse 3 vjetësh, që ndron në një objekt që dikur shërbente si kasolle lopësh. Sa po mbërritëm në banesën e sajuar në fshatin Gorre, Aliun e gjetëm të strukur në krevatin e tij, si një njeri të izoluar krejtësisht nga bota. Si e? Do ma japësh dorën? Po pra, po ke paskat dritën e fortë nuk mund shoh. Shkorri. Ka 3 vjet që jam me do. Me kë jeton, je vetëm fare? Vetëm. Po mate brem ka rri pa bukë me bukë, se s'kom parë, nuk më dalin lekt. Pension merr? 160.000 lekt. Mi marr me datën 12, edhe shkoj çoj te dyqani, ku marr ushqimet. Loj atje, dalë marr edhe në ilaçin laç, edhe ngelin 30-40.000 lekt. Për 30 ditë. Si dikush që dukej se ndjente mall për të folur me të tjerë, Aliu nisi menjëherë të na tregonte për veten dhe tallazet e jetës. I rritur jetim, ai u desh të përballej në një moshë shumë të vogël, me vështirësi të mëdha, dhe fati nuk ishte rezervuar për asnjë moment ditë të bukura për të. Shkova deri në moshën 11 vjeç edhe më dis baba. Si më dis baba, ka qenë direktori për marrjes së mëdhes për shkruajt. Vjen një tomaton edhe më thot, "Ka je ku je si?" Thon kështu jetim, thot atë s'ka puna. Hajde thot tonë se me te, po jo miri mor bur 13 vjeç ka më shkua. Hajde thot tonë se me te, thot se ti bëj letrat. Shkoja u bona 17 vjeç. Edhe kër puna më fejua, më martua. Fari i ri, Aliu lidhi kuror me një grua nga Fieri, e cila fatkeqësisht u nda nga jeta kur ishte në të 30-tat e saj. Ndërkohë që nga kjo martesë erdhën në jetë 6 fëmijë, nga të cilët sot jetojnë vetëm 5. Për shkak të shumë rrethanave, për të cilat nuk mund të gjykohet asnjëra nga palët, Aliu sot nuk ruan kontakt me asnjë nga fëmijët e tij. Po gruaja sa po bën që ka ndruar jetë? Gruaja qyshin 82-shin. Ajo për zotin pak kohë, po ka pas për vite sa që thoke nuk jam në rregull, po atë ditë atë natë aso nuk i thash do me të punë. Vetëm kur e kom njës jam për plasin, ne i thëmë drasa natë në shtim. Kur shka e gjenjë pësërem? I thrasë që përgjith. Sa vjetë që ishte atër? 34. 6 fëmijët i ke rritur vetëm? Vetëm. Po ti si burr, e kishe të vështirë të kujdeseshe vetë për 6 fëmijë? Po i kisha të vështirë, po u komandoshin sa ishin atë mosh. Pas ndarjes nga jeta të gruas, Aliu nuk ndërtoi një jetë të re dhe tashmë ka gati 20 vjet që jetoni vetëm. Si e ndjer këto 20 vite vetëm? Unë njëj po të kalzoj pse njëj vetën që më thonë mileti që ti helmin për i të bukë. S'kom ka ngellë gjëna tjetër, u jetoj kocët. Jam më në orën 11 natë, më ka ka stres, jam detyrua, kom marrë elektrikun, kom 20 orë, kom rokë 3 palë katuneve. Deci ka s'marrë drita. 80 vjeçari nga Laçi ka jetuar në shtëpinë e tij me kushte normale deri në 26 nëntor të 2019-s, në kohën kur një tërmet me pasoja tragjike shkaktoi disa viktima dhe dëme të parikuperueshme në shumë banesa. Një ndër to ishte dhe ajo e Aliut, e cila sot është totalisht e rënuar. Pas fatkeqësisë natyrore, ai u trajtua me bonus qiraje nga Bashkia e Kurbinit dhe u zhvendos në një apartament tjetër në qendër të fshatit Gorre. Por kjo nuk zgjati shumë, sepse pas pak kohësh, bonusi i qiras u ndërpre dhe Aliu u detyrua të rikthej për të jetuar në kasollën e Lopës, ku banon tashmë prej 3 vjetësh. Këto kanë qenë 2 dhoma këtu që janë prishur? Po, 2 janë kanë këtu, 2 janë nej. Katër koridor. Ka rënë prej tërmetit të dyja? Prej tërmetit ka rënë ajo, ose rëmë, e sfësume komplet më në ajo. Pasi ra tërmeti, që u prish shtëpia në këtë gjendje, ti çfarë bëre? Shkove tek Bashkia? Unë shkova, e regjistrova për vete edhe më thani këta ke katalomat e bamë kur vinë. Edhe doli bona, thanë me që shtëpi. Edhe neja desa marrë bona. Kur është bona ne edhe vjet, kom borxh 1.100.000 lekë. Edhe kështu ka shkuar të varrit. Do t'i jap lek, do t'i jap hyrje, do të bëj këto, do të bëj ato, mua se shpirti më dal. Ma mërzit jeta, nëse sa dhe shënë nuk e di. Vitet e fundit, duket se ka rrëzuar totalisht Aliun, i cili jeton në kushte të pa imagjinueshme, ku asnjë qenie nuk do të mund të mbijetonte për një kohë të gjatë. Kërët janë po veshe, djerësitu, si të ndjem faje, veshe, kërët janë po që ujke, po tuta, kërët qëri. Këto janë komplet të hapura, si ja bënë dimër? Po se në zesë temën, që të ka zë punë, se s'ka bëjnë.
Po kur bie shi atë futet ujë brenda? Po, që koka i ka që ka shit. Komplet bjena që më thonë, edhe pikononjë të ku jeti, edhe pjesa e mërëme. Nërsa që kufne ja. Po vet je larg? Kaj vet jo, s'kam ku mulo. Ndoshta sot Aliu nuk do të ishte në këto rrethana, nëse Bashkia e Kurbinit do të kishte marrë masat për ndërtimin e banesës pas tërmetit shkatrimtar. Në 10 janar 2022, kryetarja e Bashkisë Majlinda Cara miratoi lejen për ndërtimin e 225 banesave individuale. I 30-i në këtë listë ishte pikërisht Ali Kolina, por deri më sot nuk është bërë asgjë për shtëpinë e tij, ndërkohë që pasojat e gjithë kësaj duhet i vuajë i moshuari, që përveç se jeton thuajse në qell të hapur, nuk ka mundësinë as të ushqehet siç duhet. Me çfarë ushqehesh zakonisht, gatuan vet? Bukë e sheqer, sherbet. Vetëm me aq? S'ka ku shë bon. Ku me bon nuk nezet për nella që t'jepe e kesha me plasmasat. Ku mon kur nuk kom në jërë kohë që nuk më punojnë kam, me im dhe tërë, regulloj si thonë në i që shkile makarona. Po, duke nej për hapë se ka po vlel flaka. Po sot ke ngrëm? Jo, s'kom marrë bukën e da. Me të mësuar se nuk ishte konsumuar asgjë për atë ditë, me njëherë u nisëm bashkë me të për në dyqanin e fshatit, aty ku Aliu shkon vazhdimisht dhe me ushqime me listë, sepse pensioni nuk i mjafton për të plotësuar nevojat e tij. Pavarësisht se është përpjekur të paguajë nga pak, lista e borxheve në dyqan është shtuar dhe ka arritur në shifrën. Është në shtëpi. Pasi i siguruam ushqimin për disa ditë dhe morëm një supë të ngrohtë, së bashku me Aliu në ulëm jashtë shtëpisë për të ngrënë drekën dhe për t'i rikthyer edhe një herë emocionet e një familjeje të vërtet. Do hash me mua zëre se jam unë besa jotës. Ma po më dërgua me përgjithësi se me kanë mesa. Mo zoti se vab. Tani nuk do qash më, se unë të thash, unë kam ardhur këtu që ta zgjidhim këtë situatën. Shkese zgjidh po më rrugave qajt ma. Ali, po ti pse nuk u martove asnjëherë pasi të vdiq gruaja? Ka poshtë, është kanë një Nikol Pengdega, i kanë dekë 3 gra. Merë ditë. Edhe ka pas 2 dje me 2 varve, po i ka pas mosh me mua. Edhe bishin këto shkoqin të shkolla me 2 gratë e para, pa ka shat një bukës. I thosha nanës pas rahmet, ma morën pullet bukën, ma e për i cok tjetër. E vepsha bukë për i shpisë teme. Njerë ka nuk e vepke. Edhe 2 pashtu. E 3 doli për smarit. Ja rriti, ja martoj, u bon me fëmije kretë. Nga ajo që thash, njëto që të fitoj të hanë, fëmije mi. Mos t'ja mënyrën aty edhe me ne unëshim. Prej vitesh, Aliu nuk ishte ngrënë asnjë ushqim të përgatitur nga duart e dikujt tjetër, ndaj ai e rufiti supën me një frym dhe vakti drekës kaloi shumë shpejt. Për të treguar çdo detaj nga jeta e tij e mundimshme, nuk do të mjaftonte as një natë gjatë dimri, ndaj ne u përpoqëm të shfrytëzonim sa më shumë kohën për t'i dhuruar një ditë ndryshe të moshuarit të vetmuar. Pas këtij momenti, e shoqëruam Aliun për një shëtitje rreth lëndinës, duke ju përshtatur ritmit të tij, i cili është ngadalësuar nga një sëmundje që i ka goditur këmbën dhe që e pengon të ecë normalisht. Ndjen ftohtë gjatë natës atë? Gjatë natën të natën aku. As zjarë ma zjanë botë, hinera për me e kërë, ka lënë kënejna këtë onë. Ndima me madhe që ti kërkon? Poj për shpinë, më ma bonja të ma shpisë, më ma shtrojnë të rrugë, më bonja në shpinë me dekë në shpi. Se me bo me dekë, një të ku jam, nuk i djetë. Ajo të i dekun, se i dekun jam, se mos sët nesër korenti ka për ta boj mos dikun. Se janë pa i zarume, pa putën në tubë, me të në fijet. Mësa në i mini e ba punën e vetë din, nuk e di se din, se mini ku gjenë, i fu dhamë. Ke minja ty? Pilotan, pa s'kanë men me pjetë. Këti rëfimi prekës në perëndim të diellit, i shoqëruar me shumë lot nga Aliu, i erdhi fundi shpejt, pasi ne u desh të largoheshim, por me premtimin se do të ktheheshim sërish aty për t'i gjetur zgjidhje të moshuarit. Unë tani Ali do largohem. Uroj që Zoti të t'jap shëndet. Ta bab Zoti se bab. Ta kjo Zoti jetë. Edhe nuk dua që të shikoj më lot fare në sytë tu. E shkoj nuk mesin. Shpresoj që ti jesh kënaqur pak, të paktën No, për ta jo po shpresoj. no bashkë mua nxeshe. Mua gjallë bajza e moda që kom ndekun. Me njëherë të nesërmen u interesuam në Bashkinë e Kurbinit për rastin e Ali Kolinës dhe shtëpinë e tij, që tashmë duhej të ishte rindërtuar. Ne kemi nxjerrë listën e përfituesve që do ju ndërtohet shtëpia nga shteti. Është bërë tenderimi, është pall firma fituese, por gjatë zbatimet në terren të kontratës janë has problematika të mëdha, për vetë faktin sepse koha e shkurtër nga momenti i rënies tërmetit deri momentin e shpalljes fituesit dhe vazhdimit punës ka sjell edhe disa mangësi
mundësi që nuk janë parashikuar. Realisht duhet ishin parashikuar. Likolina ka një problematik nga rruga kryesore deri te shtëpia e tij e ka shumë të dëmtuar dhe nuk hyn mjetet e transportit rënd për të bërë realizimin e projektit. Janë bërë më thënë gati 6 vite, kështu që në 6 vite do mund të ishte diçka. Nuk kemi të bëjmë fare me një neglizhencë. Kemi pamundësi kohore për të realizuar gjitha. Shpresojmë që me ardhin e pranverës të jetë e mundshme një zgjidhje më afatshkurtër. Përthuajse 3 vite me radhë, Bashkia e Kurbinit nuk ka arritur të rindërtojë një shtëpi modeste për Alikolinën, për të jetuar me dinjitet. E po ashtu, në gjithë këto vite nuk ka mundur as të rregullojë një cop rrugë, dhe gjithë kjo justifikohet me mungesën e kohës. Por me qënë se premtimin e morëm se kjo çështje do të shihej me prioritet në vazhdim, ne u nisëm së bashku me 2 punonjësit të kujdesit social të bashkisë dhe kryetarin e njësisë administrative fushkuqe drejt shtëpisë së Aliut për t'i dhënë një zgjidhje momentale. Ali krije. Si e shopi? Si dukesh? S'ke. Ne kemi ardhur këtu bashkë me 2 vajzat që janë punonjëse të bashkisë, punonjëse të kujdesit social. Ne si kujdes social jemi për të ofruar ndihmë të menjëhershme në lagj. E shohim kushtet normalisht shumë të vështira, bashkë me kryetarin e komunës mund gjejmë një banesë për me të strehu momentalisht derisa shtëpia të Kryetari i komunës ka pases bolli shkëti s'pa çfarë me bën. Masat që shtëpia të gjetë një shtëpi me qira dhe ty të strehojmë. Derisa të gjendet mundësia për të rregulluar edhe shtëpia. Allaj përveç asit që i thonë e saj bunës, s'ka tjetër që e pe rrugën që e bo. Për pjesën e rrugës do merrem unë personalisht me kryetarin e bashkisë. Për pjesën e rindërtimit, edhe aty do merret firma në mënyrë më serioze me ty. Tash nëse ti ke dëshirë për shkakun si mbashtu me bon responsim me gjetë ne për momentalisht derisa të bëhet diçka me ty në ambient me qeradi ku me ta morr. Të vojtë edhe për bukë. Në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak, edhe shpresojmë edhe besojmë që do miratohet edhe shumë shpejt do të jetë në një banesë me qira, ku zotëria thotë edhe shpreh që e ka gjetë vetë, por ne thjesht do t'i mundsojmë që t'ja paguajmë për në muajt në vazhdim. Ale, mundesh me shkuar sonde te shtëpia atje, të ngorroj. Ha, jo, më shkoj burr, po jo nuk ka puna për natë. A kuptoj për sonde, s'pish punë për të gjithë më. Më shumë 3 vjet aty. Më shumë s'kam takat një muaj do ta paguaj në Cirall, shkoj. Jo. Derisa të merren këto vendime. Jam kanë gjë more, po nuk e një bashkun më pas zotë. Ta e ke premejet, dhe një muaj ditë ta paguaj. Derisa të merret i vendim. Ne do sigurohemi ditën e hënë të bëjmë një verifikim në banesën e re me qira. Duke i dërguar dhe pakon ushqimore. Zotin qellër ju në tokë.